Klubi italian I Milanit I është vënë pas Ardon Jasharit. Këtë e ka zbuluar gazetari italian Michele Criscitiello I Media Sport Italia përmes një postimi në rrjetin social X. Sipas asaj që u raportua, drejtori I ri sportiv I Milanit Iglitare do të jetë I gatshëm të forcojë mes fushën e Massimiliano Allegrit dhe në veçanti do dëshironte të nënshkruante me lojtarin zviceran me prejardhje nga Kosova, I cili aktualisht luan për Klub Bruges në Belgjik. Sipas asaj që u raportua ditën e djeshme, të premten pritet një takim vendimtar mes Milanit dhe klubit belg për të vendosur për transferimin e Jasharit. Për momentin, duket se ka një boshllëk prej 5 milion eurosh mes ofertës dhe çmimit të lojtarit. Lajmi se Milani po e kërkon me ngulm Jasharin u raportua edhe nga gazetari tjetër italian Matteo Moretto, I cili sqaroi se në garë ka hyrë edhe Juventusi. Futbollisti I Klub Bruges, Ardon Jashari, ka shkëlqyer edicionin e kaluar në Ligën Belge të futbollit. Sipas raportimeve të mediave atje, Jashari është futbollisti më I shtrenjtë në Jupiler Pro League, madje për të ka pasur interes edhe nga Pep Guardiola e Manchester City. Analiza e faqes Transfer Market thotë se vlera marramendse e 22 vjeçarit aktualisht është 32 milion euro në tregun e transferimeve. Kjo faqe I ka analizuar gjithsej të 436 futbollistët nga Liga Belge. Fillimisht vlera e mesfushorit me origjinë shqiptare kishte qenë 7 milion euro, më pas u ngrit në 25 milion dhe në një tjetër përditësim të shpejt arriti shifrën historike prej 32 milion eurosh pas edicionit Breslënës që ai zhvilloi me klubin. Ky sukses I jep shenjë për të se mund të jetë një nga emrat më premtues të futbollit evropian, ndërkohë që grumbullohet edhe nga kombëtarja e Zvicrës